Në konferencën Walk 21 mes pjesëmarrësve në 54 shtete, kryeministri Edi Rama bëri një panoramë të zhvillimit të Tiranës nga një qytet i mbyllur para viteve 1990, zhvillimet kaotike pas rënies së komunizmit e deri më sot, duke vënë theksin te gjelbërimi dhe hapësirat publike, kujtojnë ndërtimet e pakontrolluara. Pikërisht kështu. Përveç liçenit që ishte, që vazhdonte të ishte dhe përveç shumicës së pemëve që ishin aty, ajo çfarë shohim sot nuk është më. Çdo metër katror gjelbërim u mbulua e u varros në mira ndërtesa të paligjshme. Lumi që kalon përmes qytetit nuk ishte më i dukshëm sepse të dy anët të lumit ishin të zona me vija kaq të gjata ndërtesash dhe 90% fjalë për fjalë, jo metaforike, 90% e pemëve që shihni sot në rrugët e qytetit nuk ishin. Mëtej Rama theksoi prioritetin për të rikthyer hapësirën te qytetarët. Kur bëra kryetar bashkie në vitin 2000, na u desh të merrnim mbrapsht qytetin tonë, duke shembur më shumë se 10.000 ndërtesa. Vetëm nga lumi i hoqëm 132.000 ton betoni, që ishin rrënoja nga shembjet. Gjatë atyre viteve mbollëm 55.000 pemë, që sot janë të kudogjendura. Puna vjon për çlirimin nga strukturat e lëvizshme të lokaleve, duke vazhduar bashkëpunimin me arkitektët më të njohur në botë për ndryshimet në Tiranë. Jam super i lumtur të ndaj, po ashtu me ju lajmin shumë të mirë për ne që kemi arritur të marrim një hapësirë në agjendën mjaft të zënë të një gjeniu. Nuk e di sa e njihni, Salvador Rueda, i cili është personi i cili ka bërë super bloqet në Barcelonë, që ka sjellë dhe vazhdon të sjellë një ndryshim të jashtëzakonshëm në qytet, duke krijuar shumë më tepër hapësirë për njerëzit që ecin dhe duke i detyruar makinat që kalojnë, ato super bloqet e ecin me shpejtësi shumë më të ulët. Në fokus të konferencës që po mbahet në Tiranë është krijimi i rrugëve dhe hapësirave publike që i ofrojnë komunitetit mundësinë të shijojnë kohën e tyre në kushte të sigurta dhe të përshtatshme.